Afërdita në peshore sjell më shumë pasion, shenjat më fatlume të zodiakut që do të kenë surpriza të mëdha në dashuri. Afërdita ka hyrë në shenjën e saj sunduese peshore duke sjellë në fokus gjithçka që lidhet me bukurinë, tërheqjen, estetikën dhe marrëdhëniet shoqërore. Ky tranzit i këndshëm na fton të gjejmë një pikë të përbashkët me të tjerët, sepse magjia qëndron tek bashkëpunimi dhe kompromisi. Nuk është sekret që peshoria e adhuron dashurinë, por afërdita në peshore e di se marrëdhëniet më të bukura dhe ambientet më harmonike nga ana estetike krijohen si rezultat i bashkëpunimit dhe qëllimeve të përbashkëta. Në astrologji, afërdita lidhet me gjithçka që ka të bëjë me dashurinë, kënaqësinë, paratë, bukurinë dhe vlerat personale. Ajo tregon çfarë na bën të ndihemi të dëshiruar dhe çfarë konsiderojmë të denjë për kohën, energjinë dhe dashurinë tonë. Ndërsa planeti i dashurisë lëviz në përshenjat e zodiakut, ai mund të ndryshojë prioritetet tona në marrëdhënie, mënyrën si shpenzojmë para, dinamikat shoqërore dhe standardet që vendosim për veten. Flirti mund të ndihet më natyral dhe ftesat për të festuar apo për të shoqëruar me miqt mund të shtohen. Në të njëjtën kohë, afërdita përballë Neptunit mund të turbullojë kufirin mes një mundësie reale dhe një ëndre që duam ta besojmë, apo projekton fantazitë tua te dikush, apo kjo është vërtet diçka e veçantë. Tre shenjat më fatlume gjatë tranzitit të afërditës: binjakët, ujori dhe peshqit. Ndërkohë, dëgjoj çfarë do të thotë afërdita në peshore në shenjën tënde të horoskopit. Dashi thuhet se vetëm dikush i ngjashëm mund ta kuptojë dikë tjetër. Afërdita në peshore mbëlson sektorin tënd të marrëdhënieve, duke bërë që partneriteti dhe bashkëpunimi të ndihen si një takim i vërtet mendjesh. Një takim romantik mund të rezultojë shumë i kujdesshëm dhe i menduar, siç e prisje, ose ndoshta partneri yt më në fund vendos të ndihmojë për të realizuar një plan që ka qenë shumë i lodhur për ta organizuar vetë. Edhe miqësitë lulëzojnë përmes kohës cilësore që kalojmë me njëri tjetrin. Interesante. Mund të ndjesh gjithashtu dëshirën për ta bërë jetën më romantike, qoftë duke riorganizuar hapësirën e punës apo garderobën. Dashuria rritet përmes qëndrueshmërisë, jo përmes gjesteve të mëdha. Binjakët, konsideroje këtë periudhën tënde të rilindjes romantike binjak me afërditën që ndriçon sektorin tënd të dashurisë, kënaqësisë dhe shprehjes krijuese, je veçanërisht të reqës kur qesh, shfaq talentet e tua ose thjesht kur po e shijon jetën. Një ftesë e zakonshme mund të kthehet në një takim të paharrueshëm, sidomos në një vend argëtues si një koncert, një ftesë apo një mbrëmje lojrash me miqt. Padyshim, vishu me një veshje që të duket paksa më elegante, siç e kërkon edhe rasti. Gaforia. Shtëpia është vendi ku ndodhet zemra jote, sidomos tani gafore. Mund të organizosh një darkë të ngrohtë, të rregullosh dhomën e gjumit, ose ndoshta të prezantosh dikë të veçantë me njerëzit, mendimi të cilëve ka vërtet rëndësi për ty. Marrëdhëniet familjare mund të lulëzojnë gjatë kësaj periudhe, sidomos pas një bisede të sinqertë nga zemra. Romanca bëhet edhe më të rreqëse kur të jep ndjesinë e sigurisë emocionale dhe të ngjan me shtëpinë. Luani. Fjalët e tua janë ato që bëjnë pjesën më të madhe të joshjes, Luan. Një bisedë me mesazhe plot zgjuarsi mund të çojë në një takim romantik, ndërsa një kafe zakonshme mund të prezantojë me dikë interesant në lagjen ku jeton. Edhe miqësitë bëhen më të gjalla, qoftë përmes planeve spontane apo mesazheve zanore pafund. Sido që të jetë, kjo është një periudhë ideale për të rifreskuar mënyrën se si shfaqesh në rrjetet sociale dhe për të thënë saktësisht atë që mendon, por me hijeshi. Virgjëresh, afërdita sjell ëmbëlsi në sektorin tënd të parave, ndërsa rrit gjithashtu vetbesimin dhe mënyrën se si e sheh veten virgjëresh. Mund të shpenzosh për diçka që përputhet me shijen tënde estetike ose më në fund të kërkosh ato që vlen puna jote. Në një situatë romantike, tërheqja bëhet më e fortë kur dikush respekton kohën dhe standardet e tua. Edhe komplimentat tani të prekin ndryshe, sepse këtë herë ti vërtet i beson. Peshore, ti je protagonisti kryesor i kësaj periudhe dhe kjo thuhet me gjithë respektin. Afërdita në shenjën tënde rrit hijeshin, vetbesimin dhe stilin personal, duke bërë këtë një moment ideal
për një prerje të reflokësh, një rifreskim të garderobës, ose ndoshta edhe për të përditësuar mënyrën si prezantohesh për njohje. Dikush mund të shprehapur admirimin që të tjerët vetëm e kanë lënë të kuptohet, ose madje mund të ftoj për darkë për të dalë pa humbur kohë me lojra. Miqësitë ndihen më të ngrohta dhe më harmonike, ndërsa romanca vjen drejt teje më me lehtësi. Edhe njërë, shkëlqimi yt është në maksimum, ndaj mos ki frikë ta tregosh. Akrepi, jeta jote dashurisë mund të bëhet më private ose në mënyrë të këndshme më misterioze. Akrep, një pëlqim i fshehtë mund të zhvillohet larg syve të tjerëve, ose ndoshta një ndjenjë e vjetër i kthehet për të treguar çfarë dëshiron vërtet nga një partner. Mund të preferosh darka intime, planet qeta në ambiente të mbushura me njerëz. Edhe kujdesi për veten dhe ritualet e bukurisë mund të t'japin më shumë kënaqësi se sa kërkimi i vlerësimit nga të tjerët. Shigjetari, jeta jote shoqërore është vendi ku ndodh magjia tani. Shigjetar, një mik mund filloj të sillet më flirtueshëm, ose një dalje në grup mund të të prezantojë me dikë që ndan të njëjtin humor dhe interesa me ty për të ardhmen. Prit ftesa, mundësi bashkëpunimi dhe më shumë aktivitet në bisedat me grupet e miqve. Nga ana estetike mund të frymëzohesh nga miqtë tu me elegant, ose më në fund të vendosësh të t'i përkushtohesh kësaj ftese me tematik që të gjithë e kanë harruar. Briciapi, Afërdita sjell hijeshi dhe fines në karrierën dhe imazhin tënd publik, duke të bërë veçanërisht bindës, pa pasur nevojë të përpiqesh shumë. Briciap, në aspektin e dashurisë, një lidhje profesionale mund të ketë një tension romantik, ose ndoshta dikush me ndikim papritur vendos të mbështes punën tënde. Përditëso fotografitë profesionale, vishu me elegancë dhe mbi të gjitha prano komplimentat. Ujori, dashuria dëshiron të çojë në një vend të ri ujor. Mund të krijosh një lidhje me dikë nga një kulturë tjetër ose sfond fetar ndryshe, ose ndoshta një udhëtim i shkurtër fundjavë mund të kthehet në një histori dashurie që do ta kujtosh gjatë. Edhe marrëdhëniet në distancë janë më të mundshme gjatë kësaj periudhe. Miqësitë gjithashtu mund të bëhen më aventureske. Edhe stili yt mund të marrë një frymë ndërkombëtare dhe më të larmishme. Peshqit, universi po e rri temperaturën dhe ti po bie në dashuri peshk. Afërdita thellon intimitetin, besimin dhe çështjet që lidhen me ndarjen e burimeve me dikë tjetër gjatë kësaj periudhe. Një marrëdhënie mund të kalojë nga flirtet e ëmbla tek bisedat më të sinqerta rreth angazhimit, cënueshmërisë emocionale ose edhe parave. Ndoshta dikush t'i jep çelësi në shtëpisë së tij, ose më në fund të tregon diçka që e ke mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Shija jote mund të jetë më misterioze, por ajo që të tërheq më shumë është shkëmbimi i vërtet emocional dhe ndjenja që dikush të përgjigjet me të njëjtin përkushtim.